Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. E ftuara parë është Lidia Fazli. Do na flas pak fare për viza dhe njoftimet e reja që kanë dalë tani, por më shumë të fokusohemi tek jeta personale, Instagrami, rrjetet sociale e më tej. Lidia, përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që të kam. Gjithashtu dhe unë. Në këtë vibe. Në këtë vibe. Në fund pastaj do të pyes se çfarë vibe të dha emisioni Vibe. Edhe unë do t'ju pyes se çfarë vibe ju dha vibe im. Atëherë, për cilat shtete aplikojnë më shumë shqiptarët sot? Atëherë, duke qenë se në studion tonë operohet më shumë me Amerikë, Kanada, Angli, mund t'i listoj sipas kërkesave më të shumta, është Amerika, pastaj Anglia dhe më pas Kanadaja. Ndoshta kjo edhe për disa arsye, sepse duke qenë që dihet që Amerika është bota e ëndrave, e plotësimit mundësive etj, po jo vetëm kaq, por edhe kërkesat të cilat duhet plotësojnë një aplikant për të aplikuar për vizën amerikane, angleze dhe kanadeze janë të shumta dhe këto në varësi, pra atë që listova më përpara është në varësi të kërkesave. Pra, Amerika e ka pak më të thjesht ndoshta atë pjesën e aplikimit, pra të kërkesave, sepse Amerika ndryshe nga këto vendet e Commonwealthit që janë Anglia dhe Kanadaja nuk ka dokumentacion, pra nuk kërkohet një dokumentacion fizik, por vetëm disa informacione që duhet të aplikohet në një formular që është gjithmonë online në faqen zyrtare të Departamentit të Shtetit Amerikan, ndërkohë që këto dy vizat e tjera të Anglisë dhe të Kanadas janë vizat të cilat kërkojnë një dokumentacion të uploaduar ose të ngarkuar në sistemin e tyre. Tani unë jam shumë kurioze të dija, ka më shumë kërkesa për vizë amerikane apo britanike dhe cila është arsyeja? Sa po e thash? Pra, kërkesat për vizë amerikane janë më të shumta për një nga arsyet është kjo që sapo thash. Që britanike. Po pra, britanike pastaj jo se ka shumë edhe për britanikën, po. Britanikja edhe në kosto është më e shtrenjtë se sa amerikania, që do të thotë, nëse amerikania ka një kosto pak më të ulët për një vizë që lëshohet për 10 vjet, pra kohëzgjatja e vizës është 10 vjeçare, britanika e ka koston më të lartë për një vizë që nis nga 6 muaj dhe dokumentacioni për britanikën është më i shumtë se sa ai për amerikanën. Kështu që kriteret që janë për vizën britanike janë pak më të larta se kriteret që janë për vizën amerikane. Jo se viza amerikane, aprovimi apo refuzimi i vizës amerikane është më i lehtë në marrjen e vendimit, nuk thash këtë. Pra, thjesht aplikimi është pak më i thjesht për amerikanën se sa për britanikën. Pastaj dëshira e shqiptarëve është për që të vizitojnë të gjitha këto vende, dhe Amerika dhe Kanadaja dhe Anglia janë fokus të vizitave të shqiptarëve. Po çunat zakonisht djemt. Për të dyja, dhe britanikën edhe amerikanën, po. Varet se për çfarë duan të shkojnë. Ata që duan të punojnë i kanë të dyja. Cilat janë kategoritë më të kërkuara? Turistike, pune, studimi apo bashkimit familjar? Për amerikanën i ketë gjitha këto që sapo përmendë. Është e turizmit, nuk mund t'i ndaj në pjesën e kërkesave. Turizmi ka pas shumë hov, ka marrë hov vitet e fundit. Duke qenë që Evropa është e vizituar tashmë nga shqiptarët pa vizë, kuptohet, kështu që pjesa më e madhe e Evropës, kështu që Amerika ka ngelur një ndër destinacionet që pëlqehet edhe duhet që të vizitohet nga shqiptarët. Anglia gjithashtu është më afër, biletat janë më të lira, pra duke qenë një vend që është më pak i vizituar, edhe njerëzit kërkojnë që ta vizitojnë Londrën, Edimburgun, Skocinë, pra të gjitha këto vendet. Pra të gjitha janë, por vizat e bashkimit familjar përkundër nga Kanadaja, Amerika i ka më të shumta, duke qenë që një pjesë e mirë e shqiptarëve kanë emigruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe përjedhoi familjarët duan që të bashkohen me familjarët andej, duan të bashkohen me familjarët e tyre që kanë lënë pas në Shqipëri. Pra edhe vizat e bashkimit familjar. Ndërkohë që vizat e studentit janë vizat të cilat kërkohen dhe kohët e fundit kërkohen më së shumti, por me ndryshimet e reja që qeveria Trump ka ndërmarrë kohët e fundit, dhe sidomos me një lajm që së fundmi u publikuan nga Departamenti i Shtetit Amerikan, bëhej fjalë për një ndryshim në kohëzgjatjen e vizës studentit, vizës exchange, pra të shkëmbimit, dhe gjithashtu vizave të gazetarëve. Që do të thotë? Të qeshi buzak. Nuk është dashje mirë. Domethënë është në ndryshim, është le të themi është në të mirë të Shtetit Amerikan, sepse bëhet fjalë për një rritje të sigurisë, të masave të sigurisë, por nga ana tjetër ka ngjallur pak konfuzion edhe pak le të themi pak kënaqësi për këtë kategori
njerëzish të cilët sapo përmenda, pra për studentët edhe për gazetarët, për arsye se nëse studentët kishin një kohëzgjatje të vizës, për aq kohë sa ishte kohëzgjatja e arsimimit të tyre, tashmë e kanë maksimumin i kohëzgjatjes së vizës do të jetë që prej mesit të shtatorit do të jetë 4 vite. Pra nëse studimet e tyre zgjatin më shumë se 4 vite, sepse mund të jenë studime doktorature apo studime të tjera që kërkojnë më shumë kohë, atëherë duhet të bëhet një kërkesë në Departamentin e Shtetit drejt për së drejti për të marrë këtë kohën ekstra që atyre do të duhet për të përfunduar studimet e tyre. Ndërkohë që për gazetarët, në qoftë se viza më përpara ka qenë 5 vjeçare, tani është bërë 240 ditë, pra është ulur numri. Po, i kohëzgjatjes së vizës. Ndërkohë që për studentët njëkohësisht ajo pjesa që ju ishte dhënë pasi përfundonte pra studimin, ishte lënë një afat kohor prej 60 ditësh, që ata të bëhen gati për të kthyer në vendet ku ata aplikojnë, pra në vendet e tyre përkatësisht në Shqipëri, dhe të aplikojnë për vizën tjetër apo le të themi të marrojnë studimet dhe kthehen në Shqipëri, ndërkohë që kjo kohë prej 60 ditësh është bërë 30 ditë tashmë, pra është ulur koha. Gjitha këto bëhen për arsye sigurie për Shtetin Amerikan, kuptohet. Cilat aplikantë kanë më shumë mundësi të marrin një vizë turistike? Kriteret për aprovimin e një vize turistike janë të shumta. Si për shembull? Kriteri i parë dhe më i rëndësishëm është lidhja e fortë që ti ke me vendin tënd. Lidhje e fortë, çfarë ne kuptojmë ne me lidhje të fortë? Do të thotë që ti shkon në Amerikë dhe shfrytëzon atë vizë për të cilën ty të është dhënë, e shfrytëzon pikërisht për atë që çfarë të është dhënë, pra për arsyen e turizmit përkatësisht. Që do të thotë, nëse ti ke një lidhje shumë të fortë me Shqipërinë, pra je i punësuar në një punë që ke shumë kohë atje, le pas familjar, si për shembull je i martuar me fëmijë dhe ti shkon atje vetëm dhe le këtu fëmijët e tu dhe bashkëshortin dhe qëllimi i vizitës tënde është shumë i shkurtër. Apo le të themi ke një biznes me të ardhura shumë të mira, me një xhiro vjetore shumë të mirë, e ke një biznes i cili operon prej shumë vitesh edhe të ardhurat janë të konsiderueshme, aq sa të kuptohet që ti do shkosh ande dhe nuk do qëndrosh më shumë se sa koha që ty të është dhënë, apo përtej arsyes për të cilën ti ke aplikuar dhe përtej vizës që ty të është dhënë, atëherë duke marrë në konsiderat të gjitha këto, oficeri konsullor merr atë vendimin e aprovimit apo të refuzimit. Cila vizë ka përqindjen më të lartë të refuzimeve? Dhe pse? Kur më pyet për statistika është shumë vështirë. Përqindjen më të lartë të refuzimeve. Nuk mund të flas me përqindje, por kriteret më të forta janë të vizës kanadeze. Do me thënë, kohët e fundit viza kanadeze ka më shumë kritere, nuk po them që Amerika dhe Anglia janë shumë të lehta për t'u marrë. Kuptohet që nëse përmbushen ato kërkesat edhe kriteret, të gjitha vizat janë të lehta, apo le të themi që janë të konsiderueshme për t'u aprovuar. Por për të refuzuar, nuk di të them, nuk ka ndonjë vizë specifike që është refuzuar kohët e fundit. Pra, nëse i plotson kriteret, je okay. Dhe ne gjithmonë sugjerojmë që përpara se personi të vendos për të aplikuar, mos i harxoj ato para kot, po të shqyrtohen një herë mirë të gjitha ato çfarë kërkohen dhe pastaj nëse s'është gati ta lër për një periudhë pak më të vonë. Cilat janë gabimet më të zakonshme që i bën një person që aplikon për herë të parë? Gabimet varen në varësi dhe të llojit të vizës. Pra, nëse bëhet fjalë për viza turistike, gabimet më të shumta janë, nuk mund të flasim për gabime gramatikore, siç mendojnë shumica që për një pikë që nuk e vura diku, apo për një shkronjë që bëra gabim në adresë, apo nuk e di unë, mendojnë që më është refuzuar pikërisht për këtë gjë. Jo, nuk janë këto gabime. Më së shumti janë gabimet e vërtetësisë.
Pra gjithmonë duhet të jesh shumë i vërtet në atë formularin e Po aplikimit. në llogaritë bankare. Këto janë për sa i përket vizave që thash të Anglisë dhe të Kanadas. Duke qenë që shteti amerikan ose më saktë vizat amerikane nuk i kërkojnë dokumentacionin fizik, pra për të marrë një vizë turistike amerikane nuk paraqet llogari bankare. Ndërkohë që për vizat angleze dhe kanadeze ti paraqet bank statement, pra nxjerrjen lëvizjet e llogarisë bankare. Gjithashtu edhe ato savings ose kursimet e tua etj. Tani, për sa i përket për llogaritjes debitit dhe të kreditit në llogaritë bankare, se jemi bërë një çik ekonomist ne. Po pra, të gjithanshëm për këtë gjë, duke qenë që kemi përvojën dhe e shikojmë se ku çdojnë më së shumti aplikantët. Kështu që në pjesa e llogarive nuk është domosdoshmërisht që të kesh shuma të mëdha parash në bank. Shuma duhet jenë aq sa ti të përballosh vizitën tënde në shtetet përkatëse, pra në Angli apo në Kanada, por duhet që ato lëvizjet që ti ke në bank të jenë të mirë prezantuara, të jenë të mirë paraqitura dhe të dokumentuara. Pra kjo është një nga kriteret. Tani, a është më vështirë të marrësh vizë kur ke udhëtime të mëparshme jashtë vendit? Sigurisht që ka të bëj fare. Për sa kohë seksioni i udhëtimeve të mëparshme në vende të ndryshme jashtë Shqipërisë është i vendosur në formularin e aplikimit në secilën nga këto viza që ne përmendëm, do të thotë që ajo ka rëndësinë e vet. Pra, është shumë më mirë që ti të kesh lëvizje të tjera të mëparshme, duke qenë që ti si aplikant të pëlqen të udhëtosh, të pëlqen të vizitosh shtete të ndryshme dhe tashmë i ka ardhur radha për të vizituar Amerikën, Kanadan apo Anglinë. Por më ka ndodhur me një nga klientët e mi, dhe jo vetëm me një, po një që më kujtohet mua, që kur kishin parë gjitha ato lëvizjet të tijat jashtë Shqipërisë, i kishin thënë që ke më shumë lëvizje se sa... Më thënë, nuk e di si fix eksaktësisht e kishin thënë, po më tha personi, siç ai ma përcolli më pas atë, më tha që nuk i pëlqeu që unë kisha lëvizur kaq shumë jashtë vendit. Më thënë, ka dhe kështu. Pas ka dhe kështu. Sa një personi që i është refuzuar shpesh herë, mund ta marri përsëri? Sa e vështirë është Ne sugjerojmë që personat të cilët ju është refuzuar sot, ta zem, sepse ka shumë pyetje që mua sot mu refuzua viza, kur mund ta aplikoj sërish? Atëherë, ne sugjerojmë që të mos bëhet një aplikim i ri nëse nuk ka ndryshuar diçka në formën e aplikimit, pra në gjendjen tënde, në situatën tënde si person, në rrethanat e tua, le të themi. Se nëse ti shkon sërish me të njëjtat rrethana në aplikimin tënd, i bie që ti thjesht po tenton. Po. Por kjo është përqindja është shumë e madhe për të refuzuar sërish, se ti nuk e ndryshuar asgjë. Pra ti po shkon dhe po mendon që ai oficeri konsullor ja ka fut kot, le të themi, por që nuk është kështu. Gjithçka është analizuar, është para analizuar, që kur ata kanë marrë në konsiderat formularin që është aplikuar, ka kohëzgjatja e procesimit të vizës është e ndryshme. Viza amerikane turistike, nëse aplikojmë sot, intervista, pra marrja një datës i interviste është diku rreth 2 muaj më pas. Ndërkohë që me këto 2 vizat e tjera të Anglisë apo Kanadas ndodh ndryshe. Ti aplikon, ajo dhënia e biometrikeve është për ndoshta 1 javë dhe pastaj për të marrë një vendim nëse ta provohet apo të refuzohet është gati 14 ditë ose deri në 3 javë. Ti si person që nxjerr viza apo Jo, unë jam një person që ndihmoj qytetarët për të aplikuar sakt. Cilat vende ke? Jo, unë nga këto të treja kam shkuar në Amerikë, kam një vizë amerikane dhe e vizitoj shpesh Amerikën, më pëlqen shumë Amerika për turizëm. Po në Londër apo Nuk kam qenë, as në Kanada nuk kam qenë, mendoj që të shkoj së shpejti. Nuk kam qenë sepse duke qenë që në Amerikë unë kam edhe njerëz familjar të shumt përveç se kam shoqëri, në këto 2 vendet e tjera nuk kam as shoqëri as familjar dhe nuk më ka shtyr ai kurioziteti që unë të shkoj, për të qenë e sinqert, por tani që në Kanada më ka shkuar një nga kushëriat e mia, është një arsye më shumë që të më shtyt marr vizën kanadeze. Edhe Londra shumë shpejt do ta shoh. Londra unë mendoj se është e bukur.
gjitha vendet janë të bukura. Mjafton që ti të gjesh arsyen dhe motivimin për të shkuar. Tani, ti lejm vizat? Nuk mundem më me vizat. Unë flas për vizat me kënaqësisë me orë të tëra. Jo, nuk mundem më për vizat. Nuk mundem. Okay. Unë mendoj se këto vizat ndonjëherë janë edhe me fat. Është edhe pak me fat, kuptohet. Unë nuk i besoj shumë, është për mua janë kriteret e plotësuara. Pra nëse ti plotëson kriteret, për mua je okay. Pra shkon me ballin lart ose me kokën lart. Me kokën lart. Kurse në rastin kur ty të cedon diçka, atëherë shikon dhe thua që ja ve pak fatit. Po, fati. Lidia, unë tani dua të flas edhe pak për jetën tënde private, personale, jo vetëm për vizat. Unë jam e hapur, ti e di. Unë e di që ti e hapur. Ti merresh dhe me Instagram, rrjete sociale? Merrem dhe më shkthyer në një punë full time. Full time. Pse them Si full time? menaxhon? E menaxhoj. Është një punë kur gjërat bëhen me pasion. Unë nuk e nisa me pasion, me thënë të drejtën. Është një gjë që nuk e kam nisur kështu. E kam nisur si një le të themi si një trampolin që unë të e nisa fillimisht me faqen time private, personale. E bra publike, duke qenë që mendoja se kisha diçka për të influencuar tek breziri. Dhe realisht kam. Nuk kam shpalosur gjithçka, po ngadal do të shpalosim. Kjo ka ndodhur diku te para 5 vitesh. Duke qenë që media sociale, rrjetet sociale ka qenë një urë shumë e mirë ose një media shumë e mirë për marketing dhe është kthyer në një nga mjetet më të mira të marketingut. Se më vjen fjala në anglisht më shpejt se sa në shqip, duke qenë një përkthyese zyrtare. Atëherë unë mendova që pse jo, edhe unë të nis që ta bëj këtë Instagramin pak më të vlefshëm, që unë të rrit edhe punën time për sa i përket vizave dhe për sa i përket përkthimeve. Dhe kështu nisi, duke qenë që pastaj një media, 2 media, një podcast, 2 podcaste, aq është ajo, fillon edhe kapet kjo gjë. Ka një gjë të vogël që mediat kapin edhe e bëjnë publike dhe si për shembull, di çfarë do kapja unë? Urdhra. Ditëlindjen tënde. Ditëlindjen madhështore. Nuk mund ta them madhështore, por mund ta them ditëlindje shumë e bukur. Edhe thjesht u kishte ajo. Ditëlindje thjesht normale. Tani unë, pse ka përpara kaq përshtypje? Unë mendoj që kohët e fundit shumë po i bëjnë gjithë ditëlindjet tani. Jo të gjithë. Kush ta organizoi ditëlindjen? Po të them që ajo ditëlindje është organizuar vetëm 4 ditë përpara se të bëhej, përpara se të ndodhte, të vinte dita. Të vinte dita. Ti do çuditesh, po ishte kështu. Në fakt 4 ditë më përpara dhe edhe ftesat shoqeve ose personave më të afërt që ishin atje, unë kam dërguar atëherë dhe jam i sigurt që kam haruar shumë njerëz, me thënë drejtën. Ke haruar? Kam haruar. Ka ardhur një pak kënaqësi nga njerëzit që të kanë ardhur. Po. Pak kënaqësi vjen dhe nga njerëzit që sfton dhe nga njerëzit që fton, janë aty, kënaqen dhe më pas dalin ato. Po pse pikërisht zgjodha? Jo, ideja është që unë kam një mike shumë të mirë, që më njoh nga Instagrami, edhe që ka një biznes të cilit unë i kam reklamuar produktet e veta dhe ne jemi kthyer pastaj në mikesha shumë të mira, nuk e kemi më këtë lidhjen e punës që kishim. Dhe ajo e mbante mend kaq shumë të kujdesshme duhet të jenë sa mikesha që të duan vërtet dhe të kanë në zemër, sa ajo e mbante mend ditëlindjen time që unë e kisha pas një javë. Dhe më thot, më vjen një ditë dhe më thot, Ledia, unë di që pas sa ditësh ti ke ditëlindjen, çfarë dëshiron që unë të bëj për ditëlindje? Edhe ajo e dinte që unë kisha nevojë dhe dëshirë për një telefon të ri. Edhe më thot që unë kam menduar të blej ty telefonin e ri dhe unë i them jo. Nuk do ma blesh telefonin e ri, se unë kam qef që këtë 4-4-ën unë ta festoj. Sa? 24-ën. Ditëlindjen time. Ti je? 24. Mos u çudit. Okej. Ti je 24? Po. Edhe kjo është e pabesueshme. Jo, mi pse është e pabesueshme? Sot vajzat janë të gjitha të kuruara. Nuk ka pse të jetë kaq e pabesueshme. Edhe ishin. Faleminderit. Edhe unë i them që këtë 4-4-ën e kam numër shumë të shenjtë.
dhe për mua do të thotë shumë dhe unë kam shumë dëshirë që ta festoj me miqtë e mi më të afërt, me miqtë e zemrës. Dhe ajo thotë që Ledia, bëj çfarë të duash, unë do ta bëj dhuratë. Kështu që erdhi në kohën e duhur, në vendin e duhur, personi i duhur, edhe më lindi ideja për ta festuar. Prandaj them që ishte shumë e papritur dhe unë jam shumë i njohur kësaj vajze sepse është vërtet me zemër shumë të madhe, jo vetëm me mua, po me të gjithë. Kështu që për mua ishte shumë e bukur si surprizë. Mund ta quajmë dhuratën më të bukur të ditëlindjes? Ishte dhurata më e bukur e ditëlindjes, po jo vetëm se pastaj në atë ditëlindje më kanë bërë surpriza shumë njerëz të dashur, kështu që si për shembull, na jep ndonjë detaj. Po jap shembull disa miqtë e mi të rinj që unë i kam njohur në një komunitet shumë të bukur mes CEO-sh të Shqipërisë. Ndoshta nuk e them emrin se nuk dua që të bëj publicitet, por jam pjesë e një komuniteti shumë të bukur, lider është në Shqipëri dhe një pjesë e tyre, të cilët ishin të ftuar në ditëlindje, më kishin bërë një surprizë shumë të bukur. Pra një dhuratë shumë të bukur. Të tjerë. Pra kisha shumë njerëz të ftuar, të cilët më bën surpriza shumë të bukura dhe unë lumturova shumë. Siç kishte nga ata të cilët nga pas folën, por ne nuk ja mbyllim dot gojën njerëzve. Ata mund të flasin sa të duan, ne prap shkëlqejmë. Pema me kokë gjuhat. E vërtetë është. Thon ndonjëherë që mendjet boshe bëjnë më shumë zhurmë se sa ato plot. Bravo. Ti përposi super e bukur, je edhe super inteligjente e zgjuar. Shumë faleminderit. Edhe te femra përpos bukurisë vlerësohet inteligjenca rreth para, unë mendoj se një femër po shpresoj shumë që kjo shpreha jote të marr jetë në disa njerëz, sepse duhet që ca të rinj ta vënë këtë më shumë në punë se sa në fjalë. Tani, më the jam 44 dhe unë ngela gojë hapur. Po kam një pyetje, kam dhe një pikë pyetje në kokën time. Urtëra. Çfarë bën që je kaq e bukur, kaq e kuruar, kaq e mbajtur dhe nuk tregon fare si 44 vjeç? Tani po më skuqë, se s'kam vënë as make-up sot. Edhe pa make-up, imagjinon tani. Nuk ka vënë as make-up. Edhe pa make-up, madje. Se më thek shumë, momentin e fundit, last minute, unë isha gati, unë gjithmonë gati. Mos ndoshta kjo është ai sekreti që ndihesh kaq? Tani unë mendoj që duke qenë që shumë njerëz, unë të falenderoj së pari se më ke bërë komplimenta sot sa ma ke bërë ditën. Ore sa të pash, po unë mendoj që tek një njeri bukuria është më shumë e brendshme se sa e jashtme. Dhe energjia, unë besoj shumë te energjia dhe te kimia, te vibe që ti jep, prandaj jemi në vibe. Dhe duke qenë që energjia është shumë e bukur, ndoshta energjia ime të ka ardhur aq e bukur sa në sytë e tu dukem po e bukur nga jashtë aj sa që jam edhe brenda. Po tani ti je, nuk është se mi e dukur. Faleminderit. Po unë mendoj që është kjo. Megjithatë unë mendoj që është kjo. Për të mos thënë pastaj që unë kujdesem shumë për ushqimin, pra për regjimin ushqimor, shumë pak për palestrën edhe këto aktivitetet fizike, duke qenë që kam disiplinë, po kam vite që kam disiplinë, unë kam qenë dhe një valltare deri në moshën 20 vjeç, pra unë kam qenë një valltare e valleve popullore, pra e folkut shqiptar, kam përfaqësuar Shqipërinë në shumë evente kur kam qenë e vogël, edhe sidoqoftë ajo trupi e mban atë, ka një memorie në muskujt e vet dhe pra e kam dhe një çik gjenetike, po e kam dhe një çik të krijuar, le të themi, edhe të mirëmbajtur gjatë viteve. Nuk është se nuk uroj që gjithë femrat shqiptare, se ka disa që bëjnë një fëmijë dhe bin fare. Kjo është temë tjetër, pastaj unë të sugjeroj të më ftosh për këtë temë sa më pëlqen shumë. Po, patjetër, për këtë patjetër që do të ftoj. Por unë dua të di se sa fiton ti nga Instagrami, nga reklamat. Unë fitoj shumë, por jo para. Unë fitoj shumë, duke qenë që e gjitha ajo lodhje dhe i gjitha i mundim, angazhim, sakrifica përkthehet në klient potencial për zyrën time. Pra, unë nuk marr lek nga Instagrami. Edhe bashkëpunimet i kam shumë të kufizuara. Shumë njerëz më shikojnë dhe thonë pse ti nuk bën shumë bashkëpunime. Kjo është zgjedhje. Nuk është se nuk kam, është zgjedhje imja. Pse ke zgjedhur të mos bësh shumë? Atëherë unë jam sipërmarrëse prej 13 vitesh. Edhe më përpara unë kam gati 26-27 vjet punë. Deri tani kam punuar që 16 vjeç, kam zgjedhur rrugën më të gjatë dhe më të vështirë për të ecur dhe nuk kam zgjedhur rrugën e shkurtër siç mund të bëjnë disa persona. Shumica.
shumica nuk mund të them, por shumë vajza ose djem e bëjnë dhe sidomos kohët e fundit. Unë e kam zgjedhur këtë sepse unë jam person ambicioz, jam person që kam vullnet, jam person kreativ, jam një njeri me shumë energji, edhe dua që të gjitha këto që unë kam t'i vë në punë dhe mos të rinë aty në sirtar. Por unë t'i vë në punë dhe duke i vënë në punë, patjetër që arri diçka. Kështu që ai fitimi që ne flasim, se shumë këtë pyetje që më bëre ti, po drejtoj me ti. Atë pyetje që më bëre ti, unë ma kanë bërë shumë njerëz të tjerë, që nga prindrit, që nga vllai, familjarët, që janë rrjethi më i afërt, më zgjeruar akoma shoqëria etj etj. Sa që unë dal nëpër televizion, vi nëpër podcaste etj etj, pra shpenzoj kohën time nëpër këto evente, më thonë, a fiton gjë nga këto? Pyetja e parë një shqiptari. Sa fiton? A fiton gjë nga këto ti që po lodhesh kaq shumë? Në fillim fare përpiqesha që t'ua shpjegoja që jo po se kjo fitohet nga kjo, se nga kjo rrjedh kjo etj etj. Tani them po fitoj shumë. Fitoj shumë. Dhe në fakt fitoj. Kam një kënaqësi shumë të brendshme dhe më fitim se ky nuk ka. Dhe pjesa tjetër pastaj është që ajo që thash, që unë kjo përkthehet në klient, por sigurisht që pas çdo fitimi ka humbje. Dhe humbja më e madhe imja është koha shumë e vogël që unë shpenzoj me vajzën time. Është pendesa ime më e madhe, humbja më e madhe që kam në këtë jetë. Vajza ime është 7 vjeç dhe unë ende nuk kam arritur që të shijoj vajzën time, dhe kur njerëzit mendje vegjël, nga dëshira e mirë apo thjesht për të thënë një fjalë, më pyesin pse unë nuk bëj një fëmijë tjetër, është një nga arsyet që unë nuk kam shijuar akoma fëmijën e parë. Jo më pastaj të krijoj pak kohë për fëmijën e dytë dhe për të dy bashk, dhe pastaj edhe për veten time, dhe për bashkëshortin, dhe për punën, dhe për të tjera e për të tjera. Shumë e thjeshtë që t'japësh mend të tjerëve. Në shqiptar por duhet të veshësh një herë këpucët e tjetrit dhe çizmat. Pastaj që të japësh mend, mund të dukem egoiste, mund të jem e tillë për disa, po për veten time kam arsye plot dhe them me bindje që dua të shijoj vajzën. Mund të jesh egoiste për njerëz që nuk i përputhen asaj që thua ti, edhe për njerëz që nuk u pëlqen e vërteta në fytyrë. Ndoshta, unë nuk e kam problem, mund të jem egoiste për disa të tjerë jam realiste. Kandari është kështu. Unë peshoj nga të dua unë. Përpos komenteve pozitive, që besoj i ketë shumëta, se s'ka arsye për mos me i pas. Mos me si pas. Ke dhe komente negative, se komentet negative ekzistojnë kudo, mendoj unë. Edhe nga komshit e lagjës. Unë edhe në komentet negative shikoj pozitive. Ne di çfarë? Si ja bën? Po spam ato negativet, si do e marrim vlerën e pozitiveve? Si do themi që këto pozitivet kanë kaq vlerë, nëse s'do shikonim ato negativet? Po patjetër. Po kështu është. Si ja bëj? Në fillim fare kisha probleme, thënë të drejtën i shikoja me lup. Thosha, ja, më ka shkruar kështu. Është bashkëshorti ai që më thoshte, për sa kohë ti ke zgjedhur ti je person publik, pritet të gjitha këto. Në fillim fare nuk e shikonte pozitivisht këtë gjë. Pastaj u ulëm, ushtruam në tavolinë trumbullakët, ai andej unë këtej. Edhe i nxorëm gjitha letrat e hapura dhe tham, çfarë të mira na sjell kjo, çfarë të këqija na sjell kjo. Ishin të mirat më shumë se sa të këqijat në bilanc, kështu që menduam që unë të vazhdoja me këtë gjë, për më tepër që unë e kisha dëshirë. Pse jo? Kështu që dëshirat e mia janë dëshira edhe për të. Shisa dashuria juaj vazhdon të jetë si në ditët e para, besoj, edhe pse ka vite që jeni bashkë. Jo, dashuria nuk është më njësoj. Absolutisht. Po nuk është më njësoj, dashuria nuk mund të jetë më njësoj përsa kohë ato, se dashuria vetë nuk është një koncept kaq, ose le të themi nuk është kaq i vogël, është shumë i madh. Janë ato copëzat që e përbëjnë dashurinë, pra të puzzle-it, që nëse njëra shkëputet, dashuria nuk mund të jetë njësoj. Pra, nëse pasioni humbet, gjë që ne nuk na ka humbur, por një nga copëzat, për shembull, koha që ne kalojmë me njëri tjetrin nuk është më njësoj. Atëherë si do jetë ky puzzle, kjo pjesëza e vogël e puzzle-it që është kohë, është shkëputur, kështu që ai nuk mund të jetë më njësoj. Por nëse do ishte njësoj pjesa e respektit, pjesa e komunikimit, nuk do ishim akoma këtu ku jemi. Patjetër. Domethënë baza juaj është respekti dhe komunikimi. Po patjetër. Edhe çdo marrëdhënie besoj. Kështu duhet jetë.
përshtatja. Patjetër, duke qenë që bashkëshorti im është përshtatur, po edhe unë jam përshtatur me të, se diferenca jonë e moshës është e madhe, kështu që ai është 10 vjet më i vogël se mua. Ti je surprizuar shumë sot, po, nuk është se është një gjë që unë e kam thënë edhe nuk është më gjë e re, është një gjë që sot në kohët e sotme nuk shikohet fare, por këtë e thash vetëm për përshtatjen, duke qenë që është më i vogël se mua. Përshtatemi shumë bashk, sepse janë moshatarë dhe nuk përshtaten. Janë burrat më të mëdhenj se gratë dhe prap kanë mos përshtatje. Pra, nëse ti e gjen gjuhën e përbashkët, pjekuria e personit. Burrit pjekuria si vjen kurrë. Po, është vërtet kjo. Si ka mundsi? Okej, nuk dua të shaj burrat i kemi shumë xhan, por edhe ne kemi problemet tona, patjetër, dhe ata na durojnë dhe ne i durojmë, patjetër. Po sot burrat, le të themi që s'dua të përdor fjalë që janë përdorur në rëndom, po janë bërë më zonjusha se sa zonjat. Princesha, po. Princesha. Shumë nga burrat, edhe kjo e ka bërë shumë të vështirë atë zgjedhjen. Lidia, unë do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë vajzat. Për gjitha vajzat. Dhe të gjithë mbështetësit e tua në Instagram, përpara se ta mbyllim të bisedën, unë s'dua ta mbylli se kam shumë për të folur me ty, por që do jesh e mirëpritur, do më japësh fjalën këtu, që do të vish përsëri të flasim për një temë të caktuar. Po patjetër, e jap fjalën e një zonje, se fjalë burri nuk mund të them. Burrneshe. Po, një burrneshe që unë do jem dhe me shumë kënaqësi. Më pëlqen shumë vibe-i, me që më the që në fillim që do ta them, është vibe shumë i bukur. Prandaj po të riftoj përsëri. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Mesazh. Po tani vajzat duhet që nuk mund të them duhet, por dëshira ime për vajzat e kohëve të sotme është që të ndjekin ëndrat e tyre, të ndjekin pasionet e tyre, të punojnë fort për të qenë vetvetja, sepse vajzat dëshirojnë të jenë vetvetja, po nuk punojnë për këtë pjesë, duhet të jenë vetvetja. Edhe mendoj që duhet të ngrenë zërin për të qenë aty ku duhet të jenë. Mos e lën veten pas dore për asnjë arsye në këtë botë. Edhe për askënd. Për asnjë arsye, pra. Ai askëndi ose kurkushi ose askushi është dikush. Lidia, unë falenderoj shumë, je shumë e mirë. Faleminderit shumë gjithashtu. E ftuar radhës është një vajzë e bukur, e thjesht, e chiltër dhe influencere. Ajo është Emilia Bami. Emilia, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Atëherë ti je një influencer. Po. Unë dua të di se si nisi rrugtimi yt në rrjetet sociale. Filloi thjesht si hobi, duke postuar foto dhe video në Instagram. Pastaj filloi pjesa followersave që po më shtoheshin dita ditës, edhe nisi thjesht një hobi, asgjë serioze. Pastaj u kthye në një punë. Filluan duke më shkruar marka dhe njerëz për reklama dhe e mora pak më seriozisht. Domethënë ti në fillim e ke nisur si një pasion. Po. Sa dëshirë ke ti që të postosh foto në rrjetet sociale, të jesh në qendër të vëmendjes, le të themi, se në momentin që ti je aktive në rrjetet sociale dhe krijohen këto followers, ato do të që ti je në qendër të vëmendjes. Sa e rëndësishme është për ty që të jesh në qendër të vëmendjes? Okej, është një dëshirë që e kam pasur dhe vazhdoj ta kem, por që jo t'jem dhe shumë fytyrë e njohur, po thjesht më pëlqen të ndaj jetën time të përditshme. Sa përqind të jetës tënde e shohin njerëzit në rrjetet sociale? Në rrjetet sociale mbase 60%. 40% e lëm mbrapa. Vetëm pra të rrethin e ngushtë që do nje. Kur e kuptove që ti do të bëhesh e njohur? Kur filluan duke më shkruar për reklama dhe marka për bashkëpunime. Çfarë fshihet pas videove dhe postimeve të tua? Shumë punë, xhirime, kontakt me njerëz të njohur. Të njerëz të njohur. Kush janë ato njerëz të njohur? Okej, emra nuk do përmend, po që janë çuna apo vajza? Nga të dyja qenit. Po ka që bukur sa je ti, normale se do kesh kontakte edhe nga çunat e njohur. Sa kohë kushton për mbajtjes çdo ditë? 4 deri në 6 orë. Punon vetëm për Instagramin, për rrjetet sociale? Për Instagram, po. Është goxha? Është goxha, po. Lodhesh? Është pak e lodhshme, por që jo në i lodhje, wow. Nëse se ti e ke me dëshirë dhe pasion. Nëse e ke me dëshirë, domethënë nuk është se të lodh. Cila gjëja që pëlqen më shumë nga puna që bën?
fotot. Nga puna që bëj. Më pëlqen Pjesa më e preferuar, të bësh foto, të bësh video, fotot më shumë. të pëlqen më shumë Më foto. Sa shumë fotogjenike fotot. je? Fotogjenike jam shumë, ndërsa për video jo dhash, por që për foto shumë. Foto i bën post. Cila është poza jote e preferuar? Kam disa. Sa bukur. Atëherë unë doja të di, Emilia, se sa rëndësi kanë klikimet dhe ndjekësit në jetën e një influencerja. Klikimet kanë rëndësi, por që duhet të jenë real edhe të jenë sa të ndjekin, domethënë. Kupton? Jo vetëm klikime, numër followersash. Duhet ndjekës real. Po ti ke komente më shumë negative apo pozitive? Edhe negative dhe pozitive. Nga kush mendon se të vinë këto komentet negative? Komentet negative nga këta njerëz që s'na njohin nga afër. Ose nga njerëzit që të njohin nga afër, por të kanë zili dhe hapin Edhe Instagrame kjo. fake, TikTok fake, që do të komentojnë ty dhe të prishin ditën. Dhe kjo shumë. Sa ta prishin ditën ty? Me thënë drejt, nuk është se i kushtoj shumë rëndësi, nuk më interesojnë fare, por që i lexoj dhe okay, e fus një qeshur, nuk është se Qesh, domethënë. nuk është se më të bëjë prish të punë. qeshi. Po që ka gjë e mirë të paktën se këto mundojnë që të ulin apo të mërzisin apo të prishin ditën për t'i qesh. Nuk më interesojnë fare komentet negative, fare. Kjo është super gjë, moj Emilia. Atëherë, a ke refuzuar ndonjëherë në një bashkëpunim dhe cili ka qenë ai? Kam refuzuar, më kanë bërë kërkesë për reklamimin e disa produkteve, por që nuk pranova pasi nuk më duke një markë ose një brand që mund të bashkëpunoja me të, se në moment që s'do i përdorja vetë, nuk kam si ta reklamoj. Do me thënë ti promovon vetëm gjëra që ti i përdor I vet, përdor dhe edhe je shumë i pëlqen sigurt dhe që që janë të mendoj. mira. Po, se ka influencerë që i përdorin thjesht duke qenë se është punë, po, thjesht për të marrë. po, Jo, unë nuk do e bëja këtë gjë. Nuk do ta bëja? Jo. sa mirë, do me thënë ti je shumë transparente me publikun dhe me ndjekësit e tu. Deri tani po. Deri pas tani nuk po. e di. Më mbrapa nuk e di. Sa fiton për një reklam? Një reklam fillon nga 200 e lartë, po varet nga reklama. Si për shembull? Cila është Nga reklama më e brandi. lartë? Më e larta që kam, nuk do them më të lartën, po që ka Po të qenë më- çmime më të të ulta. mira. Më e ulta ka qenë 200. Më e ulta. Ndërsa më e larta varet nga reklama dhe nga brendi. Ai promovon këto bizneset e reja? Deri diku. Pse nuk i promovon? Po sepse duan një audiencë fikse, domethënë që në fillim, edhe nuk është se jam marrë shumë me këto bizneset e reja. A ka ndikuar fama jote në shoqëri? Deri tani ja. E ke Deri pas tani, shoqërinë jo. mbështetëse? Shumë mbështetëse. Shumë. Tani ti poston në Instagram. Shumë. Poston edhe marka luksoze, vende luksoze, por sa reale janë këto? Çdo ditë e jote është që të kesh marka luksi, të shkosh në vende luksoze. Do me thënë dua të di se sa luksoze je ti dhe e shtrenjtë, ashtu siç postojnë të gjithë influencerët në rrjetet sociale. Dhe sa i thjesht je, Jo çdo gjë çfarë shohim në rrjetet sociale është reale. Domethënë mbas asaj luksi që shfaqim në Instagram është një komplet një jetë e thjeshtë, komplet një jetë ndryshe. Në Instagram mundohemi të nxjerrim thjesht atë pjesën e bukur, luks, por që në jetën reale nuk është dhe aq. E Është kupton diçka se- më e thjeshtë. e kupton, unë kam një mlef, le ta quajmë, për ju influencerët, edhe unë jam shumë e drejtë për drejtë. E kuptoni se çfarë i bëni ju gocave të reja? Okej. Qa fasadash janë këto rrjetet sociale? Ju Rrjetet nxjerrni sociale- veshje luksoze. Ju nxjerrni në vendet luksoze. Ndërkohë që ka mira ndjekëse që u ndjekin dhe ndërrojnë jetën tuaj dhe ndjen keq me faktin se pse ju po e bëni këtë dhe këto nuk e kanë këtë mundësi të bëjnë x gjë apo të veshin x veshje që e vishni ju. Ndërkohë që ju thoni që okay, kjo është vetëm për Instagram, është puna ime, por është shumë e padrejta ma. Është goxha, Instagrami siç ka të mirat e veta, ka dhe të këqijat e veta, por që siç e thash nuk është jeta
siç është në Instagram, është një jetë komplet ndryshe, komplet e thjesht për çdo person. Nuk mendoj që çdo person ka atë jetë luksoze sa që nxjerr në Instagram. Tani, a ke bler ndonjëherë followersa? Deri tani, jo. Deri tani. Deri tani. Mbrapa mbase. Mbase. Po cila do jetë arsyeja që do blesh followersa? Ndoshta thjesht që të rris pak atë numrin. Kod, për fiksim, se kod, mendoj për më mirë të fiksim. kesh 100 vet, po ato ishin vet të jenë real. Të jenë real. Se të kesh 2000 edhe të jenë fake. Gjithsesi, a mendon se influencerat shqiptare blejnë followersa apo klikime? Tani unë mendoj që dhe blejnë, me thënë drejtën. Mendoj që dhe blejnë. Blejnë. Kush nga influencerat mund blej? Tani ndonjë konkret nuk është se kam, po në përgjithësi influencerat në gjithë, se nuk besoj të kenë aq shumë djegës sa do të famshëm të jenë, qofse futesh te pjesa followersave te lista, nuk është se i kanë të gjithë real, kupton? Edhe kuptoj që janë të blerë. Tani unë dua të di, e heqim të influencerën? E heqim. Të njohim pak ty personalisht, se me fasadat e Instagramit dhe rrjeteve sociale jemi lodh. Të njohim pak ty. Pyetja e parë që unë dua të njoh një person apo e kam në intervistë, pyetja e parë që i bëj është si është zemra jote? Nuk ka asnjë person. Nuk ka. Deri tani nuk ka. Deri tani. Po e dashuruar je, se okay, nuk mund të kesh një lidhje apo një person, po mbasi je dashuruar. Jo, ajo nuk është. Ke diçka peng në zemrën tënde? Peng. E ke, ha? Deri diku, po nuk do të pyes çfarë, se mbase nuk do ta thuash, por që mirë do ishte ta thuash. Se unë jam shumë kurioze. Peng. Po mbase dikush, nëse do e kisha aq peng, do e kisha arritur, por që ndoshta thjesht një fiksim i momentit, kupton? Mund të ketë qenë një fiksim i momentit. Thjesht që mund të kem pas pëlqim për shembull për dikë, po që si lindi ky pëlqimi? Me shikim të parë. Ty, çfarë të tërheqësh më shumë tek një mashkull? Tek një mashkull. Gjëja e parë që shoh tek një mashkull, me thënë drejtën, kur e shoh për herë të parë, janë dhëmbët. Dhëmbët direkt. Edhe nëse ka tatuazhe. Di që e parë. Direkt. Të pëlqejnë meshkujt me tatuazhe? Shumë. Po nga cili vend i Shqipërisë? Preferoj Veriun. Veriun. Ku nga Veriu? Se Veriu është i madh. Qa krahina? Tani, Shkodra, Laçi, Mamursi, janë mirë. Fushkruja deri diku, jo të gjithë. Po njërin. Pikase njërin. Kam 2. Fushkruj dhe Laç, më pëlqejnë shumë. Po respekti për të gjithë krahinat, realisht të gjithë çunat kanë vlerat të tyre, nuk se shumë vajza paragjykojnë se thonë dua verior. Shahen nga jugort, maksimum. Po është preferencë. Jo, dhe jugorët janë të mirë, por që thjesht mua nuk më tërheqin shumë, me thënë drejtën. Ti vetë nga je më origjinë? Unë më origjinë jam nga Fushkruja. Nëse Fushkrujnë base? Fushkruja ty, po kismet shohim. Kismet deri atëherë. E pas ke njonin nga Fushkruja ti. Nejse, po qa pëlqen të fushkrujësit? Përveç fakti që janë burra, ama. Okej, din të mashtrojnë bukur. Janë shumë mashtruesa, edhe më pëlqen. Të pëlqejnë që të mashtrojnë? Në ato fillime më pëlqejnë, pasi kur e marr vesh që më kanë mashtruar, jo. Ti thua që janë manipulues shumë të mirë. Edhe manipulues, po dhe mashtrues shumë. Mashtrojnë, no? Cila është mashtrimi ma që ke marrë, ma qesharak, le do i quaj? Po, pjesa moshës. Po si e do ti? Qa diferencë do të kesh? Po mos kem shumë vite diferencë me të base maksimumi një 5 vjeçar. Jo më shumë. 5 vjet. Po mirë, 5 vjet është fiks. 5, më shumë. Mjafton mos jetë më i vogël. Jo, më i vogël jo. Jo, më i vogël jo. Nice. Tani unë dua të di, a i zhgënjur ndonjëherë në jetë? Le të themi që po. Nga kush? Nga dashuria? Nga shoqëria. Nga dashuria nuk është se kam pas ndonjë
janë gjëra kalimtare, kupton? Nuk është se i kam dhënë ndonjë personi ndonjë rëndësi shumë të madhe që t'jem zhgënjyer ose t'jem thyer, por që nga shoqëria. Nga shoqëria e ngushtë, domethënë. Pse çfarë bëri? Është ajo pjesa Zilis, domethënë që Mirë, Zili kanë gjithë zemra, unë thash se mos ka bënë ai gjestë me ndaj dashurin të atë. jo, deri tani jo, shiqur zotit. Deri tani, po mbaje motor se kanë ardhur kot këqija. Shpresoj mos më ndodhi se dal nga vetja pastaj. Çfarë bën ti? Nuk Kur e del di nga se vetja? çfarë arrit të bëj, po nuk më ka ndodhur deri tani. Nuk më ka ndodhur kjo Sa agresive je ti kur është diçka që të cënon? Me thënë drejtën jam shumë. Madje nëse më bëjnë keq, marr hak edhe mbas 3 muajsh, 6 muajsh, nuk harroj. Hakmarrse. Jam shumë, shumë fare. Shi. Po që duhet kesh, domethënë, duhet më prekësh në pikat e dopta ose Cilat janë pikat e tua të dopta? Po nëse më prek të një afërmi ose tek gjërat e mia që Të përkasin vetëm ty. përkasin vetëm mua, po. Po me meshkujt, sa hakmarrse je? Me meshkut, me thëmë drejtën, nuk është se merrem shumë. Nuk je hakmarrse? Ja. Je tradhuar ndonjëherë? Kam dyshime që po. Janë me dyshimet e tua, po unë them tradhita, Dyshime. kesh marrë tradhti, se ne femrat kemi dyshime për hiç asgjë ndonjëherë. Por që dhe Dyshime. intuita nuk na gënjen. Po, kjo është e vërtet. Dyshime kam, por që nuk është se s'kam arritur të kap diçka specifike, kupton? Diçka konkrete. Por që nuk mund të quhet tradhti nëse ti nuk ke fakte. Qofse dhe po, prova. qofse s'kam fakte. Thash, kam vetëm dyshime. Do ta kishe fal tradhtin? Tani, një pyetje shumë e bukur. Unë mendoj që gjithë tradhtojnë, me thënë drejtën. Nëse është një tradhti e momentit, mbas edhe po. Po që nëse është diçka tjetër, jo normalisht. Si e quan tradhtin e momentit? Që mos jetë një lidhje serioze, mund të jetë thjesht diçka kalimtare. me Edhe ti do ta shkurtër. falësh? Këtë mbase po, sepse thash, unë besoj që të gjithë tradhtojnë. Nuk ka person që nuk tradhton. Pse ti tradhton? Po flisë për gjininë mashkullore. Po të gjithë janë edhe femra, ti tradhton? Unë jo, deri tani jo. Se që më dukesh pak tradhtar edhe ti. Jo, nuk jam, deri tani jo. Pa le kush do ma mbështes këtë mendim mua. Presim komente. Presim komentet, po, ke të drejtë. Dëgjoj, unë mendoj që e vetmja gjë e pafalshme Është tradhtia. është tradhtia. Leti e momentit e pa momentit tradhti, vlla. Është tradhti, Po, shkove me ideja tjetrën, është tradhti, po si mund ta fal unë atë tradhti? Ideja është që unë mendoj që të gjithë tradhtojnë, siç ta thash, Jo, e te ke burrat shumë e gabim. martuar tradhtojnë. Po burrat e martuar tradhtojnë më shumë se çunat e lidhur. Kjo është e vërtet. Tani Tradhtojnë ti jemi shumë. realiste. Po që meshkujt e sotëm nuk janë mësuar të rrinë vetëm me dikë dhe të kenë dikë stabël, kupton? Mbajnë disa lidhje paralele. Mirë, ë? Super. Po qa mirë me? Qa mirë me? Po mirë, a kanë, ora janë të zotët. Të mbajnë edhe 500 lidhje të tjera, nuk është problem fare. Ama, në momentin që unë jam pro, jam dakord, deri në momentin që unë apo ndonjë vajzë tjetër që është e tradhtuar, nuk e merr vesh, le të vazhdoj ky me 200 lidhje njëkohësisht. Ama në momentin që unë e marr vesh të zhduket vetë kështu me të mirë. Jo, edhe unë kështu jam, unë nuk thash që në syt ati do e fal tradhtin. Mund të marr vesh diçka, Edhe bën sikur se ke kuptuar. bëj sikur se kam kuptuar e vazhdoj e provokoj, kupton? Po që nëse e shon provokime, domethënë, nëse ai ka diçka I dridhet pak buza, atëherë merret Direkt. situata më seriozisht. direkt snuk. Tani, unë të pash disa tatuazhe ty. Po, Duam kam një tatuazh shpjegimin. këtu. Mund ta nxjerrësh pak dorën nga kamera? Nga e kemi. Këte, kështu. Pa. Ky është një tatuazh që kam vuluar diçka të vjetër. Çfarë? Ka qenë Një tatuazh emër. tjetër. Wow. Ua, çfarë na zbuloi? Ka qenë një tatuazh tjetër, por që nuk ka pas qenë punuar mirë, nuk më pëlqente një shumë. Një emër i papërpunuar mirë, Bravo, nuk më kishin punuar fare mirë, fare. edhe u pendove ti për atë emrin që ke shkruar? U pendova. Do ta Edhe- përsërisje për dikë tjetër? Jo.
Jo. Jo. Më është bërë mësim dhe jo. Për asnjë. Ti do me thëmë pas ke pasur një lidhje. Atëherë, nuk ka qenë thjesht nuk ka qenë lidhje, kupton? Kam pasur kontakt me dikë, po që thash, është ai pengu që qefi ta ka, po s'ta mban. Edhe ngelën gjërat pezull, kupton? Edhe ti shkruajte emrin tatuazh. Nga fiksimi i madh dhe dashuria e madhe që mund të kem pas. Që sot nuk e quan dashuri, ti e quan ignorancë, besoj. Ka qenë shumë. Ka qenë një diçka e momenti, domethënë nuk është se e kisha menduar të bëja një tatuazh. Shkova për të bërë diçka tjetër, kupton, e bëri shoqja ime me emrin e të fejuarit. E bëri të fejuarit ajo dhe unë shkova bëra me emrin e dikujt që vetëm flisja. Kupton? Por që sa gjuna. Ne shumë. Po ai numri aty të tatuazhi. Këtë e kam lidhur janë nga dita kur kam lindur unë deri ditën e ditëlindjes, dita ime e lindjes dhe dita e lindjes e dikujt tjetër. Domethënë janë bashkim ditësh. E dikujt tjetër, domethënë një dikujt tjetër është, jo, nuk është më për këtë. Dita fare. Jo, nuk është më për këtë. Është një familjari. Sa bukur, nuk do të pyes më. Ke edhe një këmbë që është shumë sensual. Edhe këtë ke këmba e kam bërë. Shumë bukur. Çfarë do të thënie kaj? Kjo është Avanti nonostante tutto, është në italisht edhe përkthehet përpara pavarësisht gjithçkaje. Tjetër ku ke? Kam edhe një këtu. Që është një luan dhe trupi një femre, domethënë kuptimi i saj është që forca femrës krahasohet me një tigër, me një luan, e ke parasysh? Sa tigër je ti? Tani nuk e di. Nuk e di, na? Duhet të jetë dikush tjetër ta thotë këtë. Që të ma thot, po. Tani, në fund të episodit, të intervistës, më falni, që jam trashit qik. Kemi pyetje të shpejta që ti do të zgjedhësh për 3 sekonda. Okej. TikTok apo Instagram? TikTok. Fama apo para? Para. Çfarë do të bëje pas 5 vitesh? Do hapja një biznes timin. Mesazhi për të rinj që duan të bëjnë influencer. Shpejt. Provojeni. Bravo. TikTok apo Instagram e the fama, dashuria apo karrierë? Karrierë. Virale apo cilësi? Cilësi. Story apo reels? Story. Followers apo views? Views. Shqipëri apo jashtë? Shqipëri. Jetë private apo gjithçka publike? Jetë private. Bashkëpunime me marka apo me të ardhura nga platformat? Me marka. Komente pozitive apo kritika të sinqerta? Kritikat sinqerta. Foto apo video? Foto. Mëngjes apo natë? Natë. Tet apo mal? Të dyja. Të dyja? Të dyja. Jo të dyja, njërën. Det. Det. Luks apo thjeshtësi? Thjeshtësi. Po më pak si ti thjeshta tash. Di unë që do ti. 1 milion followers apo 1 milion euro? 1 milion euro. Të jesh i famshëm apo i respektuar? I respektuar. Të bllokosh një hater apo ti përgjigjesh? Ti përgjigjem. Të bëhesh virale për diçka negative apo të mos bëhesh virale fare? Mos bëhem virale fare. Influencer gjithjetën apo një profesion tjetër pas disa vitesh? Një profesion tjetër. Si për shembull? Vitesh. Po, infermiere, psikologe? Kja infermiere. Të do shëroje? Të gjitha ato që ka nevojë? Të gjitha ata që ka nevojë, po. Kam një pyetje nga mendja ime e ndritur. Patjetër. Do doje të të duronte trëndafila apo diçka materiale të shtrenjtë? Me thënë drejtën, deri tani vetëm trëndafila kam marrë. Tani? Në fakt më pëlqejnë të dyja, po trëndafilat vyshkën me? Po vyshkën e vërtet. Plus që janë konsumu këto trëndafila tërkohës. Çfarë do doja? Po tani ndonjëherë mes nuk do ishte keq. Do doje një Hermes, a? Ose ndonjë gjë nga Diori. Cristiano Dior më pëlqen shumë si markë. Po ti e pas ke lartu zemra.
Po tani, Ti që ke shtrenjt? Po mirë, moj, ka që shtrenjt sa që ti mendon se do të përballoj dikush? po tani unë nuk mbaj shpresa te këta, po një dhuratë nuk bëj që gjatë. Pra. Për një dhuratë. Është shumë e vërtet kjo. Tani kam disa pyetje të tjera, po që do përgjigjesh shpejt. Okej. Ke reklamuar ndonjë produkt që vërtet nuk do ta përdorje? Ja, A ka influencer që shtiren si të pasur në rrjetet sociale? plot. Kush është më fake online se sa në rrjetin reale? Më fake. S'dua të përmend emra se kam dhënë shumë rëndësi ndonjë personazhi. A të ka shkruar ndonjë VIP për flirt? Disa, Kush? këta të përputhen. Po ndonjë këngëtar, futbollist. Futbollista disa, por që unë nuk i njoh me thënë drejtën. Thjesht kam hyrë, i kam parë profilin dhe kam parë që janë futbollista, por që nuk i Ndonjë njoh. futbollisti kombëtares? Ja, kombëtarës jo. Ke humbur ndonjë shoqëri për shkak të famës? Ja, A ke fshirë ndonjë postim sepse të është kthyer kundër? ja. Cili është komenti më i keq që të kam bërë? Komenti më i keq. Më i keq. Që mund të kem marrë, mund të ke qenë për pjesën e ndërhyrjeve që mund të kem bërë. Çfarë ndërhyrjesh ke bërë? Kam bërë pak mollzat, hundën, buzët, botox. Jo, je natyrale. Dhe është natyrale jo, sepse duket pjesa buzëve më Po shumë. mirë, moj. Po Por buzët që- prandaj i bëjmë për të dukur, se E vetmja gjë, e vetmja gjë domethënë që më kanë të komente bezdis ky koment. negative. Me thënë drejtën jo, sepse mua më pëlqejnë. Kështu që po më pëlqeu vetë, nuk është se jap shumë rëndësi këtyre komenteve të këtyre. A ke bërë ndonjëherë ndonjë gjë vetëm për të bërë virale? Jo, sepse kam pas frikë mos bëhem meme ose ndonjë gjë. A ka Kështu që jo. xhelozi mes influencerëve shqiptar? Se di. Cili influencer të duket më i mbi vlerësuar? Hati ndoshta. Çfarë nuk do të bëje kur dhe për 100.000 euro? Nuk do dilja në një intervistë dhe do flisja për dikë tjetër duke e sharë ose duke e paraqykuar, pa e njohur dhe pa lejen e atij ose asaj. Ke pasur ndonjëherë lidhje që e ke mbajtur të fshet? Lidhje që e kam mbajtur të fshet? Jo. Që mos e ke ditas shoqëria? Jo. S'ka Direkt shans. me të parën, Shoqe. direkt. A do sakrifikoj privatësinë për 1 milion followers? Po, Po, duhen ato tani, si influencer Duhen. filloj. duan. Cili është artisti shqiptar që pëlqen më shumë? Nuk është se kam ndonjë të preferuar. Këngëtar. Këngëtar, Finemi. Të pëlqen Finemi është shumë i mirë. Nga si është i mirë? Dhe në pamjen e jashtme është shumë i mirë. Shumë i mirë. Sa të Super pëlqen më yll. shumë tek Finemi? Po, nuk e di, ai është i mirë komplet. Në çdo lloj aspekti është i mirë. Do e krijoje ndonjë lidhje me Finemin? Pavarësisht se jemi është lartë sa për Finemin. Po, se si e shikon Finemin ti tani? Për një kafe, për 2 kafe. Jo. Thjesht Finemin e shoh si një këngëtar që më pëlqen, për asgjë më shumë, domethënë. Edhe sikur nuk është mundësia. Ti më pëlqen se je shumë reale. Nuk jam as lart sa Finemi. Atëherë, Emilia, çfarë vibe të dha emisioni Vibe? Një vibe shumë të këndshëm, pëlqeu shumë. Ishte shumë bukur, një eksperiencë ndryshe. Të falenderoj edhe unë kisha kënaqësinë që të kisha në studio, një vajzë kaq të bukur, të qeshur, të çiltur. Do të jesh gjithmonë në mirëpritur dhe të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.